Përshëndetje dhe faleminderit që jeni këtu në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi i diel 11 maj 2025. Dashi. Ju jeni i diskutueshëm në dashuri dhe jo vetëm, por kjo vetëm sepse po kërkoni mbrojtje dhe dashuri. Do të dëshironi të bëni gjëra të tjera, por shpenzimet janë të tepërta, nuk mund të bëni asgjë të çmendur. Demi. Në dashuri mund të bëni edhe disa premtime. Ju keni luftuar një betejë të vërtetë për suksesin tuaj për një kohë të gjatë dhe më në fund mund të vinë lajmet e duhura të mira. Binjakët. Situatë mjaft e kënaqshme, sidomos nga pikpamja familjare dhe përgjithsisht shoqërore. Sot ka më shumë disponueshmëri nga ana juaj. Dashuri ose rikuperime të reja të pamundura nëse ka pasur shumë heshtje. Gaforja. Sot nuk mungon gëzimi dhe aftësitë e mira të veprimit. Disa nga gjërat që ju bëni do të jenë të dobishme për të shpenguar një miqësi ose zgjuar pasion. Luani. Me personin e duhur në krah mund të bëni plane të mëdha që kanë të bëjnë jo vetëm me shtëpinë, por edhe me fëmijët. Dita favorizon takimet dhe është e këndshme për sa i përket marrëdhënieve me të tjerët. Suksesi personal. Virgjëresha. Mos i nënvlerësoni propozimet e një personi që mund të bëhet shumë i rëndësishëm për ju. Një njeri i peshqve ose gaforja do t'ju ndihmojë të zgjidhni një problem. Peshorja. Mundohuni të mos shtoni agresion, zgjedhjet impulsive të dashurisë janë të pakuptimta. Mos u lodhni shumë. Akrepi. Ndjenjat duken të lyera, ka shumë diskutime në familje. Një kontroll në portofol sepse shpenzimet janë e shumë. Shigjetari. Fat në rritje, marrëveshje të reja të mira. Në dashuri urdhëron. Britqapi. Ditë e shkëlqyeshme për të zgjidhur çështje të pazgjidhura. Lini mënjan melankolin dhe mbani mend se po vjen një gëzim pak ose i madh në familje. Ujori. Kjo ditë është e rëndësishme për të pastruar marrëdhëniet e trazuara. Sot lejon një rikuperim të mirë dhe shansin për t'u rrethuar nga miq të vërtetë. Peshqit. Ditët e rishikimit. Mundohuni të qëndroni të qetë nëse kohët e fundit ka pasur një ndarje dhe nëse ka dikush që nuk e pranon se jeni të lumtur, mos e dëgjoni. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Kalofshi një mbrëmje të mirë.